Qindra protestues u mblodhen para parlamentit të Irlandës në Dublin për të kërkuar drejtësi pas vdekjes së Yves Sakila, një burr me origjinë kongoleze që humbi jetën pasi u ndalua me forcë nga rojet e sigurisë jashtë një dyqani në qendër të qytetit. Ngjarja, e filmuar nga kalimtar dhe e shpërndar gjerësisht në rrjetet sociale, ka shkaktuar reagime të forta në të gjithë Irlandën. Në video, shihet Sakila i shtrirë në tokë, ndërsa mbahet i bllokuar nga disa persona për disa minuta. Në një moment, një prej tyre duket se ushtron presion në zonën e kokës ose qafës së tij. Sipas policisë, ai ishte ndaluar në lidhje me një dyshim për vjedhje në një nga rrugët më të frekuentuara tregtare të Dublinit. Pak minuta më vonë, ai humbi ndjenjat dhe u shpalli vdekur. Protestuesit e kanë krahasuar rastin me vrasjen e George Floyd në Shtetet e Bashkuara në vitin 2020, ngjarje që ndezi protesta globale kundër brutalitetit policor dhe racizmit. Banorët të Dublinit e cilësuan ngjarjen si brutale dhe të papranueshme, ndërsa kërkuan transparencë e përgjegjësi për atë që ndodhi. Kryeministri irlandez Michael Martin ka bërë thirrje për një hetim të plotë dhe të pavarur, ndërsa policia konfirmoi se autopsia është përfunduar, por rezultatet nuk janë bërë publike për arsye hetimore. Ngjarja ka rihapur debatin në Irlandë mbi përdorimin e forcës, gjatë ndalimeve dhe trajtimin e komuniteteve emigrante në vend.